Fenomeni shkodran Luiz Eili ka befasuar me veprimin e tij të fundit. Ai ka zbuluar se çfarë ka bërë së fundmi në qafën e tij. Shkodrani i zemrës duket se ka realizuar një tatuazh të ri në qafë, gjë që ka shkaktuar pafund reagime në rrjet dhe ka bërë që të gjithë njerëzit të ngrejnë pikpyetje dhe dyshime lidhur me kuptimin e këtij tatuazhi të ri që fenomeni Shkodran Luiz Eili ka vendosur të mbajë në qafën e tij. Luizi ka publikuar një foto të këtij tatuazhi ku duket qartë dizajni i veçantë i tatuazhit. Në foto paraqitet një rreth me një pamje natyrore brenda dhe linja të valëzuara që dalin nga të dyja anët. Tatuazhi paraqet një rreth brenda të cilit duket një peizazh natyror me palmë dhe një hënë, ndërsa nga të dyja anët duken disa linja të valëzuara që ngjasojnë me valët e një tingulli. Ky detaj ka bërë që shumë ndjekës dhe dashamirës të tij të spekulojnë për domethënien që Luizi ka vendosur mos ta shpjegojë, por vetëm ta tregojë. Të gjithë mbështetësit dhe dashamirësit e tij kanë reaguar menjëherë duke vërshuar me qindra mijëra komente dhe mesazhe kundrejt tij ku e pyesin për kuptimin e këtij tatuazhi që ka pushtuar rrjetin dhe ka shkaktuar një lum reagimesh. Fenomeni Shkodran ka vendosur si sfond muzikor këngën e Sias Bird se të fri një këngë shumë të rëndësishme dhe nostalgjike për të. Fansat kanë shpërthyer me komente në rrjetet sociale, duke shprehur entuziazmin dhe kureshtjen për kuptimin e tatuazhit. Disa prej tyre kanë vlerësuar zgjedhjen e dizajnit dhe vendodhjen e tij, ndërsa të tjerë e kanë lidhur atë me rrugëtimin e tij në muzikë dhe jetën personale. Nuk dihet ende nëse Luizi do të japë një shpjegim për domethënien e këtij tatuazhi, por një gjë është e sigurt: çdo veprim i tij vazhdon të jetë në qendër të vëmendjes dhe të krijojë jehon në media dhe në rrjetet sociale. Kushto që e ka parë postimin e bërë nga ai sigurisht nuk ka mundur të mos e komentojë dhe të mos bëhet kureshtar për domethënien. Të gjithë janë duke e pritur një shpjegim nga ai, por ende nuk e kanë të qartë se çfarë ka dashur të thotë Luizi me atë tatuazh. Na mbetet vetëm të presim dhe të shohim nëse do të ketë ndonjë shpjegim.